bordit të Energy for All, energji për të gjithë. John, fjala është për ju. Faleminderit shumë, Charlotte. E vlerësoj prezantimin. Çfarë seance fantastike. Më vjen mirë që e shoh që gjithë holli është i mbushur plot. Është e jashtëzakonshme ajo çfarë po ndodh në Europën qendrore kur bëhet fjalë për tranzicion energjetik, sepse edhe bashkëbisedimi duhet jetë shumë i përqendruar në këtë çështje. Le t'i uroj mirëseardhjen zotit Edi Rama, kryeministër i Shqipërisë. Kënaqësi që ju shoh, Edi. Shkëlqësia e tij, zoti Spajic, që është kryeministër i Malit të Zi. Do t'ju lët më korrigjoni tani, kryeministër. Milojko Spajic. Në rregull. Kam jo Edi Rama. Po e nisim në mënyrë fantastike. Ju jeni grek apo jo? Ja pse na keq shqiptuat emrat. Këtë bëni. Nuk e dini, po e di këtë sepse jemi fqinj, kështu që ju njohim shumë mirë. Kënaqësi që ju kam të dyve. Le të përqendrohemi te kjo çështje, duke qenë se kemi 14 minuta. 14, vetëm 14. Kështu që do të kërkoj që të kemi një përqendrim shumë të fortë. Në fakt kemi patur një seancë me ju virtualisht nga Gjermania vitin e kaluar. Dua t'ju pyes. Thuaj se e gjithë energjia juaj vjen nga burimet ripërtëritshme dhe jeni me fat të keni burimin natyror të energjisë hidrike. Si po ndërton Shqipëria në këtë bazë, sepse keni një partneritet strategjik me Emiratet e Bashkuara, me Italinë për të eksportuar një pjesë të energjisë suaj të ripërtëritshme në Bashkimin Evropian, dhe si ndikon kjo marrëdhëniet me BE në të ardhmen. Në një farë mënyrë jemi me fat, ju e thatë, sepse kemi burimet hidrike dhe jemi 100% me energji të ripërtëritshme, nuk kemi energji nga karburantet fosile. Pra këtu jemi tek niveli më i lartë i renditjes në këtë botë të re. Mos harroni sidoqoftë që hydro, pra burime ujore, do të thotë që ne varemi nga mori Allahut. Kur Allah qesh shumë dhe nuk qanë, atëhere nuk kemi shi dhe kështu na duhet t'i drejtohemi importit dhe më pas kjo bëhet e vështirë. Ajo çfarë kemi bërë në këtë dekadë të fundit është të investojmë shumë në energjinë diellore dhe atë të erës dhe të krijojmë një portofol burimesh të ekuilibruara në mënyrë të tillë që ne të mos kemi më nevojë të drejtohemi importit dhe të jemi plotësisht sovran, duke pasur 100% energji të gjelbër. Plani po ecën mirë dhe besojmë se në fund të 2028 do të jemi plotësisht sovran, nuk do të blejmë më energji nga jashtë. Ndërkohë, siç e thatë, kemi një bashkëpunim strategjik dhe me qëra fjala dua të them se kjo ka ndodhur fal këtij vendi e fal udhëheqësit të madh tuaj që ka vizionin e njerëzimit që shkon përtej kufive. Dhe si që pam edhe gjatë çmimeve Zayed, ai mendon t'i shërbej njerëzimit dhe të prek jetën e qindra miliona njerëzve jashtë vendit tuaj dhe kjo është diçka që as Kombet e Bashkuara në tërësi nuk mund pretendojnë se e kanë bërë. E kemi nisur këtë gjë dhe ambicia fal edhe mentorit ton, që është personi i cili dje
Dha një nga fjalimet më të mira që kam dëgjuar, Doktor Sultan Xhabër, nuk e di nëse keni dëgjuar, po, nuk jam i sigurt. Si grek, duhet ta njohësh më mirë. Nuk e di sa më shumë mund ta njohësh, sepse prirjen tim në vlerësoni pak njerëzit mendoni se keni monopolin e filozofisë. Dhe jeni trashëgimtar të Platonit e të Aristotelit, po nuk jeni. Me shumë sinqeritet, për ta përmbyllur sepse nuk dua t'i ha kohën t'i vendi të madh Malit të Zi. Mali Zi është vendi më i madh në rajonin tonë dhe ka 50 milion qytetarë, ne jemi vend i vogël. Shqipëria është pak më e madhe, megjithatë Mali Zi është më i madh. Në rregull, ndjes po do ta lëm si ëmbëlsira për në fund. Për ta mbyllur këtë, ambicia jonë është që së bashku me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Italinë të kemi një bashkëpunim tripalësh, të krijojmë një bazë të ngarkesës në Shqipëri. Doktor Sultani, zoti e vekoft, po synon që të mbrim në 3 giga dhe përmes kablit ndërlidhës me Italinë ti shërbejmë Europës me energji të gjelbër dhe sigurisht së bashku me miqtë tanë arab të bëjmë para për t'ia fshitur pra Europës. Është e jashtëzakonshme që si një projekt 1 miliard të ndodhë, është më shumë se 1 miliard, është 1 miliard me të treja projektet. Jo, edhe njëherë numrove si grek. Kur flisni për parat tuaja, i shtoni 3-0. Kur flisni për parat e të tjerëve, i hiqni 3-0. Këtë bëni. Ja pse BE-ja ju do kaq shumë. Cila është shifra e saktë, zoti Rama? Shifra e saktë nuk kam ndërmend t'ju them, sepse nuk e kam marrë akoma lejen nga doktor Sultani, sepse nuk do që t'i trëm italianët, duke qenë se ata gjithmonë kanë probleme me buxhetin e tyre. Le t'i kthehemi Malit të Zi, po faleminderit për këtë prezantim shkëlqyer. Në fakt, ky rend transballkanik është shumë i madh dhe krijon një pozitë mjaft fuqishme dhe do t'i kthehem kryeministër kësaj ideje të strategjisë së BE-s dhe çfarë ndikimi kanë marrëdhëniet me BE-n përgjithësi, po Mali i Zi është në rrugë për të bërë antar 28. Çfarë mendoni për këtë projekt të madh infrastrukturor vetë dhe menaxhimin e këtij projekti në Malin e Zi për të rritur në shkallë planet që keni? Kjo është një arritje e konsiderueshme për një vend me përmasat tona. Ne i falenderojmë fqinjëtan të dashur, kryeministri Rama, që në fakt rrit gjithmonë numrin e banorëve dhe rëndësinë tonë, por ne do të kemi ndërtimin e ndërlidhshmërisë dhe kapacitetet e prodhimit të energjisë për 50 milion qytetar. Po, sepse në letra janë 500.000, po i numërojmë si punë grekëve me ca zero të shtuara. Pikërisht kështu. Ne jemi shumë me fat që kemi kaluar fazën e ndërtimit të një ndërlidhje mjaft të mirë me të gjitha vendet rreth nesh. Kemi 11 ndërlidhës që i kemi ndërtuar dhe përmes kësaj përvoje mjaft të shtrirë, që nuk është vetëm një përvojë që përfshin aspektin politik, por edhe menaxhimin e projektit, e po kështu që është shumë taktike i thellë, ja kemi dalë që të ndërtojmë burime njerëzore që shkojnë përtej madhësisë sonë dhe kompanitë tona janë teknikisht shumë të afta dhe mjaft operative për të përmbushur të gjitha ato detyra që na presin. Korridori transballkanik është një tjetër ndërlidhës, është i 12-ti ndërlidhës dhe është më i madhi, po. Ne do ta përmbyllim në tremujorin e parë të këtij viti nga ana jonë dhe jemi besim plot që partnerët tanë në Serbi do të vazhdojnë ta bëjnë edhe 2 vitet në vijim. Çështja është që ne jemi gati të jemi një hub, një bazë elektriciteti dhe së bashku me Shqipërinë të prodhojmë energji për të rritshme dhe t'ia shesim Italisë dhe Evropës perëndimore. Jo vetëm të eksportojmë energjinë, por edhe ta përdorim së brendshmi.
Për shkak të konkurrueshmërisë në çmime, Mali i Zi ka çmime më të ulët ose mes më të ultave në Europë për shkak të kombinimit tonë energjetik, për shkak të ndërlidhjes tonë energjetike dhe gjitha gjërave që kemi bërë në të shkuarën, jemi shumë konkurrues. Dhe duam të ndërtojmë shtresën e dytë mbi të. Nuk duam të jemi vetëm një prodhues parësor, por duam të tërheqim industri të tjera, investime të cilat do të marrin njerëz në punë, do të japin vlerë të shtuar ekonomisë. Dhe qartësisht do të kenë efekte të një pas njëshme jo vetëm për Malin e Zi, por edhe për Europën. Ky është vizioni ynë. Drejt kësaj po ecim dhe pas kësaj kemi dhe fabrikat shkrirjes aluminit, të çelikut, të brezit të ri po themi. Qendrat të dhënave, inteligjencë artificiale, me automjete elektrike, elektrifikim të autostradave në mënyrë moderne, kështu që po shohim të gjitha këto projekte. E mendoj që kështu do duket e ardhmja e Malit të Zi. Më lini që të bijoj me shpejtësi nga pikpamja e qeverisjes dhe e qëndrueshmërisë për t'i nisur këto projekte. Çfarë nën kupton kjo? Ose si përkthehet në anëtarësimin e Bashkimit Evropian? A është faktor në këtë rrugtim zhvillimi i kësaj infrastrukture? Shumë shpejt, pra jemi në procesin e çiftimit me tregun italian dhe shumë shpejt jemi gati të bashkojmë Bashkimin Evropian në aspektin energjetik. Dhe besoj që për një vit e gjysmë së shumti do të jemi pjesë e tregut përbashkët energjetik Bashkimit Evropian. Patjetër që do të thotë shumë, sepse kemi një treg të brendshëm 450-460 milion qytetarësh. Dhe të dy ne mendojmë që kjo është diçka kyçe, si tregi përbashkët të thash, nuk kanë frikë nga konkurenca. Janë 500.000 dhe duan që natyrisht triumfojnë kundrejt 500 milion investuesish. Por dhe ju keni pjesën tuaj të investimeve, investim nga Emiratet e Bashkuara Arabe, që ka ecur shumë mirë. Do të marrë dhe komente në fund nga kolegu, po cilat janë përgatitjet tuaja për zbatimin e inteligjencës artificiale në vendin tuaj, gjithashtu edhe ritmin e formues të inxhinierit, a jeni gati që ta përdorni në shkallë të gjerë inteligjencën artificiale në nivelin e vendit brenda? E kemi nisur në fakt paksa nga ana e kundërt në përpjekje për të nxjerrë më të mirën nga teknologjia digjitale, sepse po për shkak të shumë problemeve që i trashëguam sa i takon ofrimit të shërbimeve të mira të administratës, teknologjia digjitale na lejoi të ndryshonim tërësisht mënyrën se si funksionon administrata përkundrejt qytetarëve, e që prej disa viteve tashmë 95% shërbimeve tona ofrohen në internet, pra elektronikisht. I kemi mbyllur të gjitha zyrat e kontaktit shërbimeve në vend, pra nuk ke më zyrë të shkosh fizike, nuk ka radhë, nuk ka kohë të humbur, e merr shërbimin online qoftë në Shqipëri, qoftë jashtë Shqipërisë. Ndërkohë, me inteligjencën artificiale, ne po e përdorim pra atë për të gjithë procesin e transferimit të legjislacionit Bashkimit Evropian në korpusin ton ligjor, sepse është në fakt po themi një pushtim në thonjza, sepse që ty në Bashkimin Evropian të duhet të miratosh çdo ligj çdo rregullore në të njëjtën mënyrë. Për gjitha vendet ky ka qenë një vëllim jashtëzakonshëm pune, me përkthyes, me jurist, me hartues, me korektor, ndërkohë që me inteligjencën artificiale ne po e bëjmë këtë gjë shumë shpejt, në mënyrë shumë të saktë. Po kështu kemi edhe një ministre të inteligjencës artificiale, jo për inteligjencën artificiale, por të inteligjencës artificiale. Kemi një doktor Sultan, por është grua. Dhe është inteligjencë artificiale. Pra është asistente virtuale. Po, si është kjo lloj përvoje? Ajo punon për shërbimet.
Dhe po punon për transferimin e korpusit ligjor të Bashkimit Evropian dhe po punon për diçka që ne besojmë do t'jetë diçka e fjalës fundit, që është prokurimi publik me inteligjencë artificiale për t'i hequr njerëzit nga procesi dhe për të bërë që prokurimi të kryhet nga inteligjencë artificiale. Dërim tani kemi ecur mirë. Besoj që duhet ta ndani shumë shpesh këtë histori, sepse shumë rrënjësore ajo çfarë keni bërë. Në fakt u frymëzova nga një profesor që drejtoi malin e zi disa vjet më parë. Ishim në një darkë me miq dhe ai bëri një rritje pensionesh që tronditi FMN-n, WBF-in, të gjitha fët. Dhe në fakt u çuditën si e kishte bërë dhe ai tha, po si Nike, bëje. Sa i përket gatishmërisë për inteligjencën artificiale, sepse duket sikur është paksa diçka që trëm, por disa e përqafojnë se mundësi për të rritur, sidomos për vendet vogla si vendet tona, që kanë gjysmë milion qytetarë pak më tepër, me inteligjencën artificiale mund të prodhosh vlerë të shtuar po njësoj si të kishe 50 milion qytetarë, kështu që nuk e kishte shumë gabim. Edi kur tha që Mali i Zi mund të jetë 50 milion qytetarë me inteligjencë artificiale. Inteligjenca artificiale ka ndryshuar tërësisht pikpamjet se si apo sa produktiv mund të jetë edhe një vend shumë i vogël. Dhe për ta thënë thjesht është që ti mund veprosh mbi fuqinë tënde. Nuk e them këtë gjën fjalë për fjalë, sepse në momentin që ti ndeshesh apo po them përdor aftësitë tua mbi fuqinë tënde, mund edhe të zohesh, por mendoj që është shumë e rëndësishme, sidomos për vendet e vogla, që të zbatojnë në mënyrë agresive dhe dinamike inteligjencë artificiale sa më shpejt jetë mundur. Pra, është absolutisht një model mbijetese 1+1. E kuptoni që na ka mbaruar koha, jo? E dëgjuat planin sekret që kishin? Jo. Pra, në rast, larg qoftë se BE-ja do të dështoj, Brukseli i ri do të jetë Podgorica. Prandaj edhe jemi kaq ngushtë, prandaj edhe në tregoni kaq të mirë për 500 milion njerëz, Podgorica do të jetë kryeqyteti dhe Mali i Zi në qendër. Këtu e dëgjuat për herë të parë. Mali i Zi, pra. Faleminderit, kënaqësi që ju takova, faleminderit për shkëmbimin tuaj, është gjithmonë një kënaqësi, duar trokitje. Faleminderit shumë. Many thanks to all of you. Many thanks, John. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit John, faleminderit